Situata e krijuar nga moti keq ka nisur të përmirësohet. Në Shkodër dhe në Lezhë të gjitha rrugët janë të qarkullueshme pa probleme, ndërsa energjia elektrike është rikthyer në pjesën më të madhe. Për shkak të dallgëve të larta, vijon të mbetet i pezulluar lundrimi në Shëngjin. Në pjesën më të madhe të qarkut të Gjirokastrës janë të kaluar problemet e qarkullimit. Megjithatë, ende zona e Zagories është pothuajse e pakalueshme, ndërsa disa akse rurale janë të vështira dhe kalohen vetëm me furistrada. Në qarkun Kukës, probleme raportohen në furnizimin me energji elektrike. Aktualisht vetëm kemi problem me energjinë elektrike në dy njësi administrative, në njësinë Arën dhe në njësinë administrative Tropoje vjetër në bashkinë Tropoje, ndërsa pjesa tjetër është furnizimi me energji elektrike vazhdon pa probleme. Rrugët nacionale janë të gjitha të qarkullueshme, por edhe rrugët që janë në inventarin e bashkisë janë të gjitha të qarkullueshme dhe nuk kemi probleme. Gjatë së dielës po vjen puna për të normalizuar situatën e shkaktuar në rrugë edhe në qarkun e Korçës. Po punohet kështu ende në rrugën e Panaritit dhe në disa zona të Pogradecit. Më e përmirësuar paraqitet situata sa i takon furnizimit me energji elektrike. Ajo është rikthyer në shumë zona të qarkut të Korçës, si në 13 fshatrat e njësisë administrative Gorë të Maliqit, ndërsa në lartësinë mbi 2000 metra, shiu ja la vendin Borës.